Është dita e fundit e muajit të bekuar të Ramazanit, apo ndryshe siç quhet në popull dita e Arifes. Sot të gjitha rrugët të çojnë drejt tregjeve, dyqaneve, qendrave tregtare, supermarketeve e shqitoreve. Padyshim nuk mund të harrohen edhe mjeshtrit e ëmbëlsirave. Baklava, sheqerpare, nazli fatma janë vetëm disa nga ëmbëlsirat më të preferuara që gatuhen nga anviset në shtëpi, por kohëve të fundit edhe blihen të gatshme. Kena bleni gjithë kingji, kena bo dje. Shështu, si përhe. Po ëmbëlsirat ose më mirë baklavan, a e bleni të gatshme apo e gatuani në shtëpi? Jo, e gatuani në shtëpi. E gatuani në shtëpi. Po në Tetova mund të gjinde gjithçka për të blerë, ka gjithçka? Gjithçka ka, veç nënë e babës ka. Që të blem, qash për bajram duhet dhe një frut, dhe një amëlsej, dhe një qësu. Po ëmbëlsinën e gatuani në shtëpi apo e bleni të Po gatshme? tradicionale bëjnë shpi. Të tof ka gjithçka, po pare s'ka gjithçka. Pare s'ka? Pare s'ka. Jo, ne nuk bëjmë pazar unë e ki. Po I bëjnë ato qerët. Jo, të dodi e bilim, të dodi. Po, Po, e banë matë majtë. Këtë të dush ka, të tof, pare si të kesh pare. Shmimit, për dhe ka janë naltë, për dhe ka aj që ka, se banë hesapës. Aj që s'ka, ja. Po e këna ba. Po në Tetova ka gjithçka për të blerë. Ka valla, këtë janë. E ëmbëlsirat ose baklavan, a e bleni të gatshme apo e gatuani në shtëpi? Valla, bëdet ka zu nëjna këtë puna, këtë gatshme blenë. Gatshme? Po. Ka shitje të ëmbëlsirave në prag të festës së Bayramit? Po, ka shumë. Kohëve të fundit anviset më shumë gatuajnë në shtëpi ëmbëlsira apo bleni të gatshme? Blen, të gatshme më shumë blen.